Çfarë ndodh me trupin tuaj kur ndaloni së ngrëni bukë? Dieta drastike dhe vetë i quajtura dietolog që eliminojnë gjithmonë më shumë bukën nga regjimet ushqimore, duket se mund të sjellin efekte negative në dëm të shëndetit tuaj. Ekspertët thonë se buka mund të zvendësohet me diçka tjetër më të shëndetshme, por nuk duhet të evitohet plotësisht nga dieta juaj, pasi në këtë mënyrë mund të sjellë një sër efektesh. Karbohidratet janë paqë të rëndësishme për ne saqë janë vitamina dhe mineralet e një regjimi të kujdesshëm ushqimor. Sa vitamina ose mineralet të cilat i konsumoni, aq edhe karbohidratet janë të rëndësishme për dietën tuaj. Ndaj nuk duhet t'i eliminoni plotësisht ato nga dieta juaj. Në këtë video do të tregojmë edhe çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hiqni dorë nga buka. Nëse hiqni dorë nga buka, trupi do të eliminojë vetitë e ujit të tepërt nga organizmi. Kur ja reduktoni sasinë, trupi do të çfryhet. Do të keni një risk më të lartë për probleme të diabetit kardiovaskulare, do të sëmureni më lehtë dhe gjithmonë do të ndjeni më të lodhur se më parë.